Καλησπέρα σε όλους. Σε κάποιες ορεινές περιοχές στα βορειοδυτικά Βαλκάνια υπάρχουν κάποιες γυναίκες που αναγκάζονται να πάρουν έναν όρκο ζωής. Έναν όρκο που αν τον παραβούν, οι συγγενείς τους έχουν το δικαίωμα ακόμη και να τις σκοτώσουν. Ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι που ασχολούνται με το φαινόμενο τις ονομάζουν ορκισμένες παρθένες. Στη γλώσσα τους μια τέτοια γυναίκα λέγεται μπουρνέσα. Η μπουρνέσα κόβει τα μαλλιά της, αλλάζει τα ρούχα και το φερσιμό της και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ένα εθιμικό δίκαιο το οποίο χάνεται στα βάθη των αιώνων. Απόψε στην εμπόλεμη ζώνη αναζητούμε τις τελευταίες γυναίκες που για το καλό της οικογένειάς τους αναγκάζονται να ορκιστούν άντρες. Sworn virgin is a woman who has taken the role of a man, the gender of a man. It's nothing to do with changing sex, which of course in the West we're more concerned with. Would have been completely unknown at the time that it started. Originally, traditionally it should have been in front of 24 male members of the family or extended family. To say that from now on this person will be male and not female and will act as a man and give up all the women's traditions. The ones I met certainly took on a sort of a gait of a man. They strode, they walked with big steps and they smoked cigarettes and spat on the ground, and I suppose they emulated the men and behaved and lived with men, whereas it's a very gendered division of living, where women are all in the kitchen doing all the cooking and all the domestic things, and men all sit together in the men's room or in cafes. In my book I was suggesting maybe there were as many as 100 that are still alive, and I think possibly that's still true. Unë quhem Ismail Burçpapaj, jam gazetar, kam lindur në qytetin e Baramcurit dhe jetoj në qytetin e Baramcurit. Shikon, ne nuk do ta shikojmë, fenomenin do ta shikojmë në origjinën e saj dhe arsyet e linjës së këtij fenomenit, i cili është pranuar natyrshëm nga shoqëria.
spari, pra thash nuk është një fenomen që është brenda një gjysmë shekulli se mund t'jeni të zhduar me shekuj. Tu ka disa arsye që mendojmë ne që janë të lidhura këto. Edhe kanë krijuar atë naturalitetin e vet. Spari që mund të them që një rast është për shembull që në familje nuk ka pas një çift nuk ka pas më shumë se sa një vajzë. Edhe për arsye ekonomike, për arsye të punëve të ndryshme të jetesës, kjo vajzë në mënyrë graduale është kthyer në një mashkull, pasi ndoshta që në vogli është krijuar mendimi edhe nga prindit që djali i babës, djali i nanës, djali i shtëpisë, edhe në mënyrën avash duke bërë edhe një përgatitje psikologjike, ka marrë disa cilësi të çunit dhe ka arë një moment që ka qenë domosdoshmëri edhe për ekonominë edhe mbi jetesën e prindëve që kjo vajzë ndoshta në mënyrë graduale ju kanë pjekur gjitha kushtet që të kryejnë funksionin e një djali, edhe kalojnë nga një djalë, kalojnë nga një vajzë natyrale, pra biologjike, të kalojnë në një djalë jo biologjik, por që e ka përgatitur vetëm psikologjikisht dhe janë përgatitur edhe tjerë që kjo vajzë do të rrinë në shtëpi. Dhe do të jetë gjithmonë si burr. Ose në burrëresha më vonë, është që në trupojmë duke kaluar shumë pushtues, që nga Turqia, Austria, Serbia, Italia, Gjermania, janë edhe nga smundjet, edhe nga luftat janë eliminuar shpesh herë djemë të ri, pra burrat e familjes, që në një farë mënyrë i kanë detyruar ato vajza që kanë lindur të kryejnë punën e burrave, qoftë në mbrojtje, qoftë në punë të rënda fizike, qoftë në përfaqësimin e familjes në shumë aspekte, edhe përsëri janë krijuar kushtet që ajo vajzë të kthehet në burresh, pra të kthehet në mashkull, qoftë për të kapur edhe pushkën, sepse ne kemi shumë raste që shumë gra, ne kemi edhe sot e Galizën që kemi afër në kufi. Ati këtu quhet Berkanesh. Unë jam 90 vjetre, kam rapër 91. 1920 ta jep me shkollë, e di se sa jam. Si e ke emri? Shamile Stema. Kur vendosi që të bëhesh burr? 10 vjetre. Se më kam qenë vetë e 9 motër. Motra, goca, e 9 unë. Ti e quan veten tani se je burri i fundit i shtëpisë? Po unë kam qenë, mas kam pas burra më shpajnë, baba im kalon 3 vjetre, 2 vjetre gjymë që atë më kalon, vetëm me moj men, kur e kanë qitë për në burri, dhe me thonë tabut e moj men, se si qarë babe kam pas nuk e moj men. Se më kalon shumë të vogël. E jedi nona sa me mu më sane, se 3 motra tjera e pat martu me gjallë babës, qenë martu. Se baba im ka u ka martu i lasht, ka qenë martu i lasht, se sa ka vdek në këtë dishë, që 6 vjetë ka bo shtri Jemen. Dhe se po kishim i vlad, më do të mu me najtë. Kishim i vlad, trajte. Po që, bo një zotë e shto, ashtu ka bo zotë i emër. Me në drumë, unë qështu e kalova. Për të vesh, jem vesh këllë mu, së në gjova mu të vesh, kur mu, se dëshë me në vesh. Rëpë të fisi e gjithë. Të nëtuan që të zhvishtin, të t'ishtin robat? Po, dëshin me më martu. Së në gjova. Kanuni është një përmbledhës i ligjeve, dikur është
bërë nga Lek Dukagjini, dhe i përmbledhje e Gjergj Gjerçovit, cili ka qenë një ligj për shqiptarët në kohën e vet, pra s'kishte ligj, ishte kanuni. Ka qenë ligj. Burreshat janë ato që dhe quhen burresha, ato që betohen që të bëhen burresha, por ky betim ka dhe një rregull mbas kanunit, i cili do të jenë 12 burra të hynë dorëzan. Në rast se ajo femër, pra e burresh, e thyen betimin, ajo nga këto 12 burra duhet ta vrasin. Drejtësisë dhe betimit kombëtar, që merret pikërisht me problemin edhe zgjidhjen e konflikteve, edhe problemin për të drejtat e njeriut. Dhe shumë pika të tjera statutit. Ti si ke njohur Qamilën? Si e njeh ti? Unë Qamilën e njoh ka vite pra që e njoh dhe kam pyetur më shumë nënën time se si arriti ajo bë burrnes. Pavarësisht të pyetjeve të saj, të thënies së saj, tregon që ajo ka qenë e nevojshme për arsye sepse nuk kishte kush i priste. Pra për hir të motrave të vet, për t'i pritur për të përcjellë, për të mbajtur derën hapur, ajo ka arrit të kthehet në burrnesh. Ka qenë një sakrificë vërtet e madhe, por në këtë formë njoh, më fjalë. Ajo është vetë betuar. Ajo ku i kishte bërë betimin? Te vetja e saj, apo kishte thënë të tjerëve si? Qamile bëhet fjalë. Atëherë Qamile është betuar para fisit. Para fisit që deshin deri moshën 20 vjeç ta martonin. Ajo betu dhe i tha, si i than, ti po bësh burrnesh, po halli është mos na thyen këtë betim që po bën. Ajo ju betu, nëse unë e thyej, atëherë ju keni drejt të luni armën, pra të më vrisni. Dhe ajo e mbajti betimin. Meneer së dvesha, po rekën meneer me dvesh, nuk u dvesha. E në najta. Jo për si raje pa banda. E kini ndorë thash, po në kabim, të rritnja. Ju thash, fisit, vlaznit, kushimit, minse, vlaz, këm pas. Të rritnja. Pa qëtë, pa pot kabim. I'm Antonia Young. I'm an anthropologist, and I've focused on the Southern Balkans. Well, I've been looking to find earlier mentions of it. I've really only found anything from about 150 years ago, and it seems to me that it must have existed far longer than that. And it obviously evolved from a need to have a male heir in a family. Where there was no man, there would need to be a man to head the family. So in cases where perhaps there are lots of girls and no boys, then perhaps they might decide that the next child born would be a boy no matter what, and would bring him up as a boy. And there's a film, the last Yugoslav film that was made collaboratively all over between Yugoslavs of all areas, 1991 I think it was, called Virginia. This is about the fourth child being born, and when it's a girl, the father was about to kill it, but then he decides, no, he'll just bring this girl up as a boy, and all the bells ring and around, and everybody has announced that a boy has been born to the family, and that it kind of accentuates the importance of a male to be born. Se bar neće vidjeti i kad raste. I think gradually things sort of eased up a bit, and by the time I was meeting them, several of them I think had actually made their own choice, and one even, because I always asked, what did your family think of this? And one in particular said that their family didn't really approve, but they accepted it, whereas most of them, the family had made the choice anyway.
Qamile në njef? Po. Kështu në fshat, si e keni pranuar, si burra, si grua? Ma qërto e kena pranu burë. Ndërse ka najtë, më i ka vukësullin, ka najtë me tonë dhe. Por ju është burë? A janë bënejen burët. Ka qofë për dasmët e qofë kështu për ta festa, aja ka gjete. Ka bërë gjithë mirë, si mendon ti? Ka bërë gjithë mirë ajo? Vëllë, e mirë kam, gjithë mirë. Më nëjë fort bile, përta që sunja është problem bile, sa bile mos jo më ne. Ma te për si burri mirë. It was curious to me because one time when I was looking to see if I could meet some more, and I had asked a friend of mine actually in Skoda, do you know of any of these? And he sort of thought, couldn't really think of any. And then I went off and met some in the mountains. And then by the time I came back, he said, yes, there's 3 right here. And within half an hour he found them, but it just wasn't something he had thought about. It was so part of life that it wasn't extraordinary, and he hadn't been able to think of it when I first placed the question. Bleve kësull 10 vjeqe? Po. Dhe ndonjë këtu? Na. Qetha. Në kësullën, qetha kështu. Në najte kështu. I kam grisje si e vajta 15 kësullë. Po, e kam pasë në kam. Ullu pi atje për vete. Jo, ullu atje. Jo, nuk e pi. Ullu. Nuk e pi në të. Ullu. Kur e fillove duhanin? Kam filluar. 50 vjeqe. Duhanin të dëshim me net me burat. Me bo duhan me burat. Se duhanin bëte burë. U më najse me burat e bëjse duhanin, rëshe duhanin. Bëjse 50 vjeqe kam paj. Duhanin. Bëjse për burat pra. Më darsëm me burat. Më martë me burat. Her për her me burat. Darsëm me burat. Më martë me burat. U s'kam net. Shkëjëshim ke graton, po. Në ndajshim ven me burat kam net. Kur dhe her. Gratë të kanë ngacmuar, të kanë sharë në njerë? Herë më ngacmueshim, që ashtu këshkoshim brepe ka qelatën. Esa grakën po me qohu. Well, I suppose it's, in a way, it's neither man nor woman, it's kind of in the middle. It's homosexual or is not bisexual or anything like that. No, it's not that at all. No, it's rather asexual, I would say. Because it's missing out on a whole area of life. Well, there was one who said to me, I feel like an old woman with no sexual desires, which I thought was very odd. I mean, how did she know that she felt like that? Or that what all women feel like? Very strange. E ndrove emrin ti kur u bëre burr? E ndrove emrin? Ja, Qamile, e pata Qamil më 300. Qamile kam pas emrin, e Qamil më 300. Si kam ndru emrin tem atë. S'ka si ndrot mas emrin. Vem kam qenë vem jam. Η παράδοση των ορκισμένων Παρθένων βασίζεται στο κανούν, έναν εθιμικό μεσαιωνικό κώδικα τιμής που περιλαμβάνει άρθρα για όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Σύμφωνα με το κανούν, οι γυναίκες είναι λίγο ως πολύ ιδιοκτησία της οικογένειας.
Τα δικαιώματά τους είναι πολύ περιορισμένα. Δεν μπορούν να φορούν ρολόι, να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές, να καπνίζουν. Δεν έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν γη. Κάποιοι ειδικοί που μελετούν το φαινόμενο ερμηνεύουν την μεταμόρφωση της γυναίκας σε άνδρα ως την απόλυτη θυσία για το καλό της οικογένειας που θέλει να έχει ανδρική εκπροσώπηση. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι ο όρκος της Μπουρνέσα δεν είναι τίποτα άλλο από την ανάγκη μιας γυναίκας να απελευθερωθεί από τα δεσμά μιας ανδοκρατούμενης κοινωνίας. Ion dain, lainons. Ion päväti jallit. Mun on se. Tuohon. Do ti bëshim punë të burrit dhe në punë të grave do. S'kishim të shkuj, s'kishte kush mi vate. Punë burrash, të kashim ke toka, ke qetë, këtë misi, dhe të shkushim. Punë burrash, kam po, do të thushim gardit, do të bëshim çdo gjë. Punë burrash e punë grash kam po. Bukë ujë, krep, i kam po, të me thonë. Gatueshim, bukë, kina pas gatu bukë ministri. Në qërjep i qarasi. Gatueshim bukë ministri, betueshim. I've read also that some of them, for example, would carry a gun. Oh yes, they would definitely feel the right to carry a gun. I didn't actually meet any of them carrying a gun, although I've known others who have met them, and I have pictures of plenty who do have guns, and all of them said that if there was a feud in the family, they would take it on their hands to deal with the situation. Në aksion e ke qenë? Nuk kishim vakt me shkurte, kishim shpajnë, kishim punë, kishim toka, kishim gjona, kishim dhaje, kishim dele, kishim gjona, kishim zatë shpaje. Ma thuaj dhe njerë, ke patur armë? Armë, pat lauke, 7 ka qenë. 7. 7 fishek, me mlajnë ka qenë aja. 7 fishek. Pasaj ma bonë, ku ja dash i një bitem, më ju boni lazë, më më bonë të lazën mo. Shkrepe në njerë, qëllove në njerë? Jo, shërë për qepë, shtashin për qepë. Më shtaj në mpush tita, në patlaket ti, më shtaj ditë. Patlaket ti djali, që ka me ju. Ne në Shqipëri kemi shumë libra, kemi shumë filma, kemi shumë valle, kemi shumë skena që interpretohet një gru e veshur ose një burrereshe e veshur me kostum të burrit. Kemi edhe në asamblin e shtetit dhe një farë mënyrë kjo është një pranim edhe i kulturës edhe i folklorit për të nxjerrë vlerat edhe të grave, të forcën e tyre, patriotizmin e tyre në luftra për shlirimin e vendit ose për të mbrojtur territoret nga pushtues të ndryshëm. Dhe ky fenomen ka degraduar dhe mund të kenë raste tash, nëse do të kishte me 10 raste tani ka me numër të pakët rastesh, edhe këto raste që janë gjithmonë më shumë janë lidhur me një fatkeqësi natyrore, fatkeqësi familjare, po jo me atë psikologjinë më përparshme që ishte një numër i madh shumë më përpara. Po tani kemi marrë rrugën drejt fshatit të Pla, ku jeton Hakie Malaj, Mal Shehu pra. Është një person shumë interesant, është 70 vjeç. Edhe kjo ka marrë rrugën e burrërisë, pra e burrnesave që si është thonë në Turpoj. Është shumë interesant, kjo gjithë jetën e saj pra ka qenë zënëse shumë e mirë. Ka bo punë të shumta në familje, ka punuar në kooperativë bujqësore, ka qenë ekonomiste, ka lexuar me 10 libra, e njeh në mënyrë të vazhdueshme dhe të çdoditshme shtypin e kohës, shef telenovela, bën gjithë punët që bojnë burrat, po bën gjithë punët e grave, pra jo që e ka dëshirën, po e kanë imponuar kushtet e jetesës.
se ne kanë filmuar shumë njerëz, prej gjithë kohë, edhe prej Kanadoj, edhe prej Amerike, në fakt, e këpa cenit me myllë këtë cikël, mos me hapë ma, po së më laj vëllo, nuk ja prishja atina, se më dënë shumë. Edhe kanë arrit me thonë, unë asë nuk e këpa ditat fjallë, ma mërmenja si asë t'i vonë du t'a kishë një. Janë kështu, janë ashtu, janë lesbike, janë kështu, janë... Tena nuk egzistaja, po nuk është turp mi për men, jo janë kështu, janë ashtu, nuk jem që ashtu. Për që ata kom desht me myllë këtë muhabet, se njerëzit flasin se cili si mas shefit vetë. Nuk reja pa martua, po i bënë në shënë se zamas. Allah na nuk i kena bo. Jo une, po asa të 3 tjerat si kanë najnë. Në këtë shtëpi ju jetoni vetëm? Vetëm jetëm. Vetë i boj punë të mrena jashtë, merna me punë shpjake, me punë bojësore, çka ka. Janë shtuës, ja, asë herën 3-4 vjeta, 5-6 vjetë me mdhim të malë, shkoj me hesh, me kanë shumë smurë, shkoj e vizitona, ja, shkoj kërku, se s'kam ku i ala. Ju këtu keni lindur, prindrit e tu këtu? Këtu kanë lindur, kem qenë familje shumë e madhe. Në rrethin tonë, thush familja me madhe jena kanë. Jena kanë familje fetare, me shahleri thumë na, Degfeje, Halveti. Kem qenë 30 vetë në shpi, familje partrika, e kole dhe më thonë shumë njerës, edhe unë jam linë e rritë në familje me 30 e sa vetë. Iken atër, jem 4, janë 3 vllazën e 5 motra jem. Ata vdishin me ta vetën, atër në fakt, më kanë thonë vllaznit hajde, po kam shef, patëm rrezik e bom shet shpi, më stalon shpi. Kështu si, sa të muj mu quë nuk përhatër rrise, jam le rritë mësuen fshate. Se jo se s'kom ku shkoj të vlog, po më pëlqe me laj këto. Unë e dejmë ka vdek nona si mu paralizue, iken motrat nuse, unë e hongsha buke se lujsha stolin vendi. As frinsha, as lojsha, as disha shkana të punë. E më kanë metë vonë të me i ganë. E së mepet, para dale rëmi i kanal, se sa fshin shpinë, se se mësue. Ta shë qara jeti. Truni jem është koni bërmusën qështu, sikur jem sër 70 vjeç, sikur jem konë thmi, kisha shef që të rrugë. Mënaj si qonë, me përru si qonë, mënaj të burrat, jo të femnat, i kisha iri femnat. I kisha iri, kër i po isha ka bojnë punë e ka që sa, i urrejsha këtë gjona. Mos i thuj gjon, absolutisht. Deri atë ditë si ka dalë shpirti babës e nanës e familjes seme rrethit, familjarë, si ishim 30 vjetë, mu kush në më ka thonë martu. Mu kishë dhënë me vesh pantall, gjaket, si djallë. Sa vjetë bën këtë jetë? 70 vjetë, si vjetë. 40 datë linja, 70 vjetë. Shështu më thash, shështu se më konë thminje, deri se të të pikë po, me shëtë drejtim kom, e kom ban jetë me i dalë matonë, se e kom atë menet bërmosu në une. Jo, me thonë, kom na e une të shpia, ta thash pare me kuptimin në pashkuptuë. Jo, me ban dalavere. Kum lind njeri dhe vdes njeri i pastër.
t'i dali zot familjes. Dhe t'i dali zot familjes e do të bëhet burr, do të komunikojë me burrat e tjerë. Edhe të komunikojë me burrat e tjerë, duhet pi duhan si ata, duhet pi raki si ata dhe duhet sillet si ata. Nëse do të ishte grua, këta burra patriarkale, mustaqe, nuk do ta pranonin në logun e bisedës. Do ta përjashtonin sepse gruaja nuk e ka këtë drejtë të tillë. Atëherë që ta fitonte këtë drejtë të tillë, ajo duhet shfaqej si burr. Së fundit do të thosha që ky rast duhet parë në një sens pozitiv. Është një sfidë që i bëj patriarkalizmit kohës. Në vend që të quhen gra, quhen burrnesha. Po këtu kemi rastin e grave që pak njerëz e dinë që ato janë femra. Kom thonë, është ajo konga thot ka thonë prova ku je burri. Kom thonë prova, dhe me thonë, s'kam qka, po unë e tash. E këja kë shpërblye shpis, non se babës. Këtu vetëm një më pak i vëlla, po s'ka mundësi për vetja, se ka halë shumë. Me rrugë është veti 4, t'i hajmë një më, na i këshyrë më. Interesohet shumë për më, përsa ka mundësi. Në përfisit ndryshme janë. Kam vetëm të motër në Hakin që kam që më kanë lënë baba dhe nona amanet. Edhe interesohem më shumë për atë se sa për veti. Se më kanë lënë baba dhe nona amanet. I thoshte nënës qyshe vogël, që unë, kur ka fillu me fjallë që i morrit, në shkollë. Qysh në shkollë, ku ka hynë klasë parë, i ka vesh rrobat e burrave dhe nuk i ka heqë më. Nuk do shkojnë derë të ujë, do vdes të kohën lidhë. Mos kjo vini nga që ajo shikondi që gratë ishin më të pafuqishme dhe burrat kishin një farë force brenda familjes, brenda dhe këto në të bëj si ata, që të kishte në dorë diçka që të ndjej. Vallaj, si pas me e ashu del. Del si kur s'ka dasht të nërështohet burrit. Ka dasht jetë vetë zotë vetë shka. Nuk jam me të shtyme, bësh ashtu, a e femna është e nemune, kur a le e femen është e nemune. Kum pasat shehin, gjagjajnë, thënë ke i duhe vajzat edhe kish 2 vajza ideal, e dhe shke ma fër 2 vajzat se idealin, i thënë sha, pse migjë, se na i thohë migjë ka, pse i do, thënë ke migjë e femnat janë të nemune, kur janë le e femen është le e nemune. Thënë ke se puno me mend huja të një jetën. Femna puno me mend huja. Jo shush dona jo. Unë e punoj në fakt me mend mia. Shkoj shikjo ma mërmenja, se tash budalla nuk jam, shkoj për rrugë drejt, unë s'kam nevoj me mësuet kurkush, bëj atë si e di unë si është e marë, e mire, e nërshme, se ma ba ush, si gomarit të ditën e varë. Kështu ka dëshirë me nejnë me njerëz, po është shumë kokforte, është shumë fanatike. Zesh shqip, muhabete e ka shumë zotë. Ose televizori, kur shef në gjonë televizor, e fikë. Në qoftë se shikon në televizor në një skenë që puthen me njerëz, e fikë. Ik del jashta, ku ka njerëz, ik del jashta. Kurse kur është vetëm ajo, ik, e fikë. Te ju bëndën atërë, se dhe kur shkojshin me punu, shkojshin me ata kooperativës. Kur kush nuk besoj ke ikshin, më kujtuat tjere, erdhe e mori shate, po ta i shatë në dorë, ka prashitin perime, e i thanë shko me rete hakia, e nuk arke gruja me mor shatin tush, leje se e jam djallë. Edhe unë u talsha, edhe jem konë si serioze, nuk qesha, e kujteshin për i me avon e kanë morë vesh. Atër e ka për në gruën e ka fjetë aty, me do thmi se mu të ke mu se që i kënë vëllë me fjetë të isha. Po kisha natyrë të eme, në shashtu së më gjefë ke për të thëmë kurkush. Së dhënë që ke kurkush të në gjinë ka talën me një, se në ka në rajnë, të në gjinë se në qënë. Dhe isha serioze, ku po si natyrë të eme. Kuptoj isha tash, mund të njët njëri, po atërës më njëfë ke kurkush. E ishin në halë.
Në krahinat verit se as teju nuk rinë, shto si unë, në krahinat verit rinë, kam nej edhe për para, po nuk mu kush me thonë kur gjo për të, është fjallët më të mira. Jonë tamon bornesha si thonë një fjallet, po veset këshia. E është, si dishush me thonë, si detar, që ka me thonë, unë është si krahinat e verit i kanë këto, jo salon, po ka shumë vena. Rrejthin ka shumë. Po nuk janë me fjallë, në një tas me fjallë, s'kanë ba veprat këshia, po ta mund si t'ishin kanë mashkuj. Gjëja pozitive që shikon ke Bornesha që ajo bëhet në emër të jetës, jo në emër të vdekjes. Bëhet në emër për të garantuar jetën e familjes së saj, për t'i dalë Zot problematikës së familjes së saj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo e shpëton familjen sepse ajo i del Zot, i del burri i familjes. Kur mungon burri, kjo luan rolin e burrit. Jo si grua se spranohet nga ambienti, po se një grua e transformuar në burr. They keep a responsibility of man of home at the name of the life, not in the name of the death. And this is very important. I sacrifice myself just to protect the life of my family, members of my family. And this is very important. It's impossible to imagine today that someone can make like that just to help the members of family. No. Individuals you can do by yourself. I'm sorry. Οι τελευταίες ορκισμένες Παρθένες της Βόρειας Αλβανίας ανοίγουν εύκολα το σπιτικό τους, αλλά πολύ δύσκολα την καρδιά τους. Αρνούνται τη δημοσιότητα και τις συνεντεύξεις όταν αισθάνονται ότι ο όρκος τους ερμηνεύεται ως ομοφιλοφιλία. Η Κιαμίλε στη δύση της ζωής της μετανιώνει, αν και δεν το ομολογεί, μόνο για τη μητρότητα που στερήθηκε. Η Γιακίγε βάζει πάνω απ' όλα την τιμή και την υπόλοιψή της, την ιστεροφημία της. Και οι δύο έχουν συμβιβαστεί με τη μοναξιά τους και θα μείνουν πιστές ως το τέλος στον όρκο που όρισε τη ζωή και την ίδια τους την ύπαρξη. Bëndo një, shkon të këta komshit këtu afër, bëndo një të vinë këtu, apo rri këtu t'i kush të vinë? Nuk del këtja në përfshat? Po ja, dalë në gjithë, më vërtet shumë, shokët, e shoqet shumë birë, ja, vinë, këtu. Se janë me punë, me sen, po, ja, atër në shkoj, ke shokët, ke shoqet, shkoj për ditë. Po nuk janë se janë me punë, dina i plakë, më shpajtë. Dhe tjetër se janë me punë me halë, se sanë për nejtë me po më betë me ne. Tani që kanë kaluar, që je bërë kaq vjeqe, të mungon do një gjë? Që mungon? Që mungon të të se... Që ngele vetëm? Po me ata se dhe shta e dishim se të tjetë vetëm, mos, se s'kishim se e bashim. Gjithë më kanë tonë nipnit. E kam 7-8 nipnë, gjithë të motret. Ate, e kam kushet e mi. Më kanë thonë gjithë, ja, kë shpia. E ne që ka shpinë që të poshtë, këtë gjalli, atë, unë rejmë shpetem. Po e njëm së mund, vinë më bënë shërbim.
kam qenë smun, vine nënë e këti, më bashërbim, e më bajnë dhe me thone, baba e këtita, ka shku ke doktori, më ka pru barna, më ka pru atë gjithë. Ke dashur të kishe fëmijët e tu, të kishe fëmijët e tu? Ke dashur në njëherë? Pa të kishim... Të kishe familjen tënde? Të kishim, po prapa si pota, e nësi as pënova për ta, as si kam. S'kam pënova për ta. Qështu ma ka dhënë Zoti, qështu më ka i dalë ma tonë. Asë jam peshmon për kur gjohë. Po ideja e. S'tom me bota njerëzicione, se farohet bota, po unë e kom qatë ideja. Qësoj kënë, qësoj më dollë, dhe i sot i kom dollë. Qëka s'mu ka thuj menja, kërë më kone re, së më fajet ma. Po, për shkollë më ka met marak, tjetër gjanë s'ka marak një jetë. Ka arë mirë jetë, asë jam pravuë me gjanë, asë. Me gjanë atë nëtë, asë. Më ka cenua kush, asë. Më ka thënë kush një fjallë të kishë, asë në fshat, asë. Jetë a jeme së është pravuë me më cenua me një fjallë, kush në fshat. Asë, ka qeshtja nërit, absolutisht, vërsi t'i shakon, ma shkulli 100 herë, asë më ka ra kush në atë kra, kur. Këmë ba jetë mirë bëllë. Jetë qetë, pa të lashe, pa fjallë, pa... Si më bo pishman, asë reja, asë vjetër. Setë vëllë hejva vakam hudhe të gjithë, se për këtë besë, setë nuk ka fëmijë që janë të atesh babë në nonë në që fort. Masha juje për atë, për si vje moshe reja që janë, sa të përë për babë për dorë. Vetë për grunë në miru pafshin. Unë më pëlqejmë këtu, si të pëlqejmë, gru e burra, si t'ishtim gru du të boshin në, po më pëlqejmë kështu, së në gjova. E në najta kështu, e në jetova kështu. Veç ma mirë kam jetu se ma keqja. Shumë ma mirë kam jetu. Kur vinë funi, e di si jam vetën e mund vdes vetën, nëse më shë kurkush. I mendoj edhe këtë gjona. Po kur vinë vakti jam e lirë. Ha, pi, vesh, i bathi, flasë, qka të duhe. Pa ma dhe full në ka kufi. Du të me ditë edhe shka fletë. E lirë je, po deka se di shush në vje. Kur kujse ti, kur kush, është e më shamiltis rrugë shpirti. Kam pak frikë. Vetëm se thëm veti, i lutë në Zotit, mës me dekë, po më pa dikush. Po kur ta shoh si jam lodh, shkoj te vllau, po kam shef me majt njerën që.